Mirë se erdhën në një tjetër vlog. Erdha, o zot, okej. Është një javë e re, kismet i ri, një vlog i ri. Uroj t'jetë diell javën që do postohet ky vlogu, sepse realisht nuk mundemi më, po më dalin foto dhe video nga vjet që kam qenë në plazh, kur erdha një 2 ditë nga Gjermania dhe kemi qenë në Durrës, kemi qenë duke u futur në det. Okej, presim. Zuar të premte, dje nuk e di, pas që s'kam legjistruar asgjë. Sot kemi dalë për të ngrënë diçka, kemi ardhur te kjo Famulan, që është këtu pranë, si quhet kjo, zonës së Vasiçantë. Ish ekspozitës. Të sot se zgatuam gjë, kështu që të morëm nga shrimpin, se dhe disa makiror. Burrin e kam në qef këtë fundjavë. Që do dalin, do da urdhër, do dalin mbrëmje të shtunën, unë i thash ta ami drejt të premte. Faleminderit. Kemi bërë me plan që të dalim nesër në darkë, po duhet që të vendosim Pierin e gjumë herë, por të shohim. Nuk e bërë me plan që me Pierin jetë asnjëherë. Përshëndetje pak Pieri te kamera. Përshëndetje. 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 Ndërkohë që mami Dajana, çfarë po bën mami? Mami po punon. Po mëson, po bën shkollën, ne tham të bëjmë një pestë gjenoveze. Po makarona, të mira. Po, për shumë të mira. Çfarë kemi hedhur këtu ne? Borzilok. Borzilok, pasi e tha mirë me fjalë la, me tha me këtë pajisjen. Se bëjë të tjerë. Me këtë e thave ti? Po. Si përdojnë kjo? Kjo do të rrotullohesh tu e do të fash tu. Po, edhe u tha Borziloku dhe ne hodhëm tek kontenitori. Tashi, vazhdojmë me procesin e radhës. Do hedhim një kokër hudhër. Kush kokër hudhër? Kjo është një kokër hudhër. Këtu janë rreth 50 gram borzilok. Një thelbi hudhër, futi po. Një thelbi hudhër. Do hedhim këtu sipas një recete që pam ne, ishte me krip kokër madhe, po ne s'kemi, kështu që do i hedhim krip të jodizuar, krip deti, bravo. Do i hedhim stikat e pishës. Kape këtu? Jo, hitet kështu, kape nga këtu, babi. Prit pak. Gram stika pishe, hidhi stikat e pishës, hidhi kështu. Kështu. Direkt, bravo. Bravo. Do i hedhim një 2 ara. 2 ara. Po se 2 ara? Po për shije. Na. Hidhi. Dhe djathtin të shi. Të tërë? Po. Tani? Përshëndetje. Tashi do fillojmë procesin e blendimit. Blender, ky është blender. E të lejtë. Shofi mirë mos kemi harruar një gjë. Popsicle. Like popsicle. Është edhe vaj ullirit, por vaj në ullirit. That's the popsicle. Përshëndetje pra, kur i kthyer neve. Përshëndetje u fyeta. U kthyem prapë, i kemi hedhë edhe vaj ulliri Pieri, ha? Vaj ulliri. Ulliri dhe tashi do bëjmë përdorime, shtype këtu.
Fort, mbaj shtypja. Harove mirë, a? Po. Qa do thuash? U bë shumë mirë. Pritje se s'kam mbaruar tash, do e bëjmë deri në fund edhe pastaj do u tregojmë këtyre te kamera si ka dalë, okay? Do ta Ore, qa keni bërë ju që mami? Ua, qa keni bërë ju? Rezultati, tregoja Birin. Qa keni bërë ju që s'ka qenë mama? Ale kaka. Po ta ma. O Marina. Kemi për dhe fufka. Kush e bëri këtë pesto genovesen? Kush e bëri pesto? Babi. Una. Kemi një shumë. Si të thot mami ty kur të bësh diçka? Shpejt! Të hëngra, ore, të hëngra, o dashuria ime. Wow. Tash mbetet vetëm t'i shijojmë. Hajde, na i bëj. E do një makaron tash ti? Në lava, shikeni pak fytyrën time. Nuk e di që ndodhi. Kjo kishte dalë, por nuk po ikën akoma dhe nuk e di se kuptoj si është. Ndërsa kjo ishte më dhimbte. Bu. Sa bëra një tush, kam bërë për të ngrënë nga kjo buk sourdough bread, e mora te Noi, Tirana. Kemi menduar që do bëjmë buk vetë, por normalisht kur ta nisim do t'ju tregoj. Ndërkohë po t'ju tregoj pak tani se Pieri e ka bërë rutinë do për rallë çdo darkë. Apo jo, nisë shite nga dritare qetin e natës në qytet. Ka një parandin që diku do të ketë jetë. Charlie vuri buzën në gaz. E dinte që gruaja e tij kishte shumë besim te parandinjat e veta. Charlie qenë ka mamaja e Semit. Qa fun? Po. I pëlqeni? Okej, faleminderit. Sot është e shtunë. Pieri sot me zi po ecë, nuk e di qa ndodhi, ishte mirë në mëngjes. Tani që dorë Pieri. Tani thot nuk vendos do të këmbën në tokë. Pa e qonje? Nuk e dim të shohim qa ka. Nëse ka për keq. Tani po bëj mëngjesin. Nëse mua një mesazh më ka ardhur. Kemi bacon, kemi sourdough, kemi avokado. Ai. E fton të burrë? Ja. Mëngjesi i shpejt. Edhe rkysit këtu. Ujita pak këto lullet e vockla të kuzhinës. Po. Ciao Luca. Kafe vëm. Nuk rritesh pësënve. Hajde t'ja bëjmë kafe në gjyshit. Hajde. Hajde që me gjyqë, hajde. Prezentato, policia ndodhet kudo. Dua që ta bëni sonte këtë punë. Babi, Pieri, mami. Dua të kem, dua të jem si burrim që e zë gjumi në çdo moment kur do. Auç! Ose do të Kemi lënë për të dalë në darkë, ma po më stomak uroj që të më frushoj. Po pse mo jeta i prishë? Ke qe? O frish. O dai flusha. Po Flusha. babi. Mami, wish we was more. Po fle babi. Gjëna thuash.
mbyllëm neve se neve po na erdhi gjumi, po shikojeni pak rrugën e bllokut, këtë plot e përplot me njerëz. Pedonale. Pedonale, fiks sa është ora? Kaq. Ne ikim tash se me mosh kjo punë. Bye. Do të është e hënë, është ora 2 e pak dhe unë tani do stërvitem, i kam mbyllur të gjitha gjërat e ditës, por ka qenë një hënë jo e mirë për mua. Siç edhe duket, imagjino nuk kam vendosur asgjë në fytyrë përveç se SPF dhe kur unë jam në këtë gjendje, keni parasysh që kur është javë, flas që jemi gjatë javës që dal, kam takime, bëj, mbaroj punët e mia, do thotë që gjendja emocionale nuk është ajo, nuk është aty dhe fillova duke u vetë kontrolluar. Nuk e di, mbasi duke më parë ndonjë ndër të keqe, ose mbasi është dhe kjo periudhe që ndrohet gjaku tani që vjen pranvera, edhe nuk e di, tani jam më mirë dhe unë kam një gjë, unë i përjetoj gjërat shumë, si të mirat, po këto, do me thënë, kur jam në pritje të ndonjë lajmi ose diçkaje, jam një njeri që shiko si funksionon trurim paka shumë në këtë fazë të jetës që jam. Nëse ndodhem përballë një situate që do më duhet të marrë një lajm, pres të më thonë diçka lidhur me një gjendje të një familjari ose gjëra të kësaj natyre, truri im do shkoj direkt tek gjëja më e keqe. Do me thënë, çfarë mund të ndodhi nga një situatë, mund të ndodhi çdo lloj gjëje dhe mendja ime është kështu si mekanizëm mbrojtës që më përgatit mua nëse do ndodhi diçka e keqe, do shkoj direkt tek ajo më e keqe dhe unë filloj panikosem, trupi im fillon vendoset në gjendje lufte, do me thënë, kështu kam funksionuar, pothuajse që pas vdekjes mamit tim. Kjo është trauma me të cilën jetoj çdo ditë, po jo vërtet, kush më ndjek prej kohësh e di. Por tani jam më mirë, ndjeva atë vrrullin e të gjitha këtyre emocioneve dhe e lash të shkoj dhe kështu bëj tani. Tani do stërvitem, kam përgatitur edhe drekën, kam përgatitur që në mëngjes në fakt, dhe janë i them vetes gjithmonë, ke 1000 gjëra për të bërë për ta vrarë mendjen kaq shumë. Është okej. Pra që kohë sa nuk është në dorën time dhe nuk mund të bëj dot asnjë gjë, atëherë duhet ta lëshoj nga vetja ime, sepse nuk e kontrolloj dot. Okej. Dua të jem gjithmonë shumë e hapur me veten time dhe vërtet me ndjesitë e mia. Sot jam çuar në mëngjes, kam pirë lëngun e selinos me moll, ginger dhe çaj hodhi tjetër. Ginger, moll, limon, selino. E kam pirë esëll, më pas ëngra diçka të vogël edhe piva dhe një ginger shot me kurkuma. Rova dhe stërvitjen time, tani të përgatis pjesën e mbetjes të drekës time. Këtu ka kurkuma, ginger, lëng molle, limon, mjalt. Këtu ka selino, lëng molle jeshile, limon edhe pak ginger. Këto i kemi pirë për sot. Jo, çdo ditë duket ashtu me lule dhe flutura. Ja, ka dhe ditë si këto që ka fileto viçi dhe quinoa që e kam bërë që në mëngjes. Tani do bëj thjesht pjatën me çdo gjë tjetër. Ndonjëherë ja jap edhe mundësin vetes së që të mos përpiqem. Se ndonjëherë ke edhe thjesht nevojë të vegjetosh dhe unë ja jap vetes time atë moment. Por sot nuk ishte dita. Nuk jam në terrazin time më të mirë, as pjata as doli estetike. Okej, tani do ulem. Do I prisha u thy, po të shoh? O më fal, do lozim? Now you want to eat? You want to eat? Shuja, ne pasta makarona. Të makarona që... Sot është një nga ato ditët që unë dua thjesht të ri. Ja, shu. Esta 5 makarona. 5? Yesha!
Prit pse do bëjmë një gjë më mëna. Një sot pas dite ishte që do dilni, por Piri pësoi një tantrum dhe duke i qëndruar stoike dhe mënyrën se si duam që t'i vendosim ca kështu limite, vendosëm të mos dalim. Kaloi goxha kohë derisa u shqetësua vlerëra, tani po shkon çava ti po. Parja. Ora është unë mu anullua mësimi për sot dhe po bëjmë një supë me lëng pude dhe ajo që po bëjmë tjetër është carrot cake. Do bëjmë një për herë të parë një tort karotash ose kek ose karot, quhet më kek me karrota. Po ti pje qa po bërë? Po thoj pra gjyshe qa po bërë? Vetëm një morë? Po du... Bo. Ka 3 ves, ka bajulliri, ka pak plur vanilje, pak sheqer edhe karrota dhe tani do t'i grim edhe lëkur limoni. Kështu. Nuk është se ka shumë lëkur të madhe që të duket, por mere. Kam kuptuar Ergys që na duhet një nga këto që bën brumatricet. Brumatrice. Po. Edhe pak. 180? Po, 180. Edhe pak. Edhe pak. Lëshoj njërë se me zi... Bob me afton hajtë, s'ta bëjmë fix. Fix! Uaj, Ergysi është totalisht zvicerian. Okej, hodhe mielin. Tash I hodhe mielin. Baking powder? Okej, a hive këtu. Hive sa që është. Që është fix. E ta të rëzën pak. Hodhe pak krip. E të razojmë. Hodhëm edhe cinamonin, se shkon shumë në këtë. Këta marrë dhe pak. Ajtë si se e bëra. Kjo është 25 gram vetë. Po, ajtë. Shta bëjmë shumë të rëmbëll. Në total, deri tash I kam hedhur qik mjaltë këtu dhe një lugë të madhe sheqer, normal. Edhe këtu. Ka marrë dhe me vete në punë ta arru. Kam shumë. Por paka shumë fix. Dhe kjo tani të bëhet një mas. Ja, se u bëka me këtë kollar. E kemi masën këtu dhe e hedhim bashkë. Kam bler një tavë shumë dhe këto buke. Bëjmë sot sefte për herë të parë. Okej, njerëz, ndryshim plani. Nuk e mora vesh sa ndodhi na o hapa. Jo një shështë na I kuptoj në dita, se nuk e di. Do kishte plasur lufta botërore. Është e vogël kjo. Inshallah po e bëjmë. Edhe supa. Unë nesër nuk do kem kohë të gatuaj, se si ju thash, kam xhirime për të bërë. Por nuk e di tani, a do bëjmë gjë tjetër për darë për nesër për drek. E kemi me 200 grat. Sorry. Sa grata lem tash. Lërë sa tha I qenë 60 dhe... 60 minuta dhe 1 orë. I qatë GDP e qëso. Edhe vetja ime u surprizua, sepse ka një aromë dhe ka dalë në duke shumë I mirë, plus bëra këtë provën, kam ngullur këtë kunjën për të parë nëse është bërë nga brënda, edhe duhet që kjo të jetë totalisht e tharë. Kështu që është pothuajse drejt fundit. Dhe kemi bërë gati edhe këtë
mascarpone që do ta lyejmë sipër. Kjo dita nuk nisi aq mirë sot, por përfundoi mirë. Do am super gys. Ha. Keku është gati. Ja ku është. E kam provuar gjatë gjithë kohës me këtë për ta parë nëse, sorry. Ja ta hap edhe këtë dritër. Këtu kemi bërë gati edhe këtë kremin mascarpone me pak sheqer pluhur. Dhe do ta vendosim këtu, por do presim një fet që t'ja japim Pierit. Sepse unë duhet të lahem edhe Pierre duhet të flej dhe ka shkuar shumë vonë. Shikoni. Si kalove. Ore, pas kemi... Wow! Nuk na ka dalë shumë i trash se ena ishte shumë e gjerë. Duhet të blem një më të vogël që të ngrihet. Po, look. O mami. Mirë aron? Po. Bëja dhe me akullore Pierit? Unë të me agullore. Me agullore. Obses, ma në fund një gjë që funksionon. Vetëm që nuk është shumë i trash, por është i gjerë, por është super fluffy. Mirë është. Shumë i mirë. Të bëf të mirë shpirt. Tani sistemova pak në përgjithësi, sepse ju thash që do xhirojmë diçka sot edhe do e nisim xhirimin këtu nga shtëpia. Po pres të karikohet edhe ajo pak fshesa që të marrë pak pushra këtej. Kam përveshjen gati atë. Kaq gjendja. Ne folëm bashk, kur folëm bashkë në mëngjes, shikoj një orë. Sa po jemi kthyer në shtëpi, ku vajti more? Urdhra. Jam e vdekur sepse nuk isha përgatitur për... Mama, do vish? Do vi zemra ime, asta ta mbyll mama vlogun, okay? Erdha. Hajde, të shoj mua tu të mbylli vlogun. Nuk e kisha menduar që do ishte kështu një full production, do me thënë, sikur është një movie. Rrallë marr pjesë në ndonjë projekt të tillë, po këtë e kisha me shumë dëshirë që të isha pjesë, sepse bëhet fjalë për diçka që unë e mbështes, e pëlqej dhe e respektoj dhe kështu ndodh gjithmonë. Tani, e di që ju kur ta shihni do shihni thjesht një 30 sekondash nga një ditë e plot pune, domethënë kemi nisur në 11 dhe kemi përfunduar tani. Kështu që, nuk e di, ky vlog mbase nuk do ketë shumë. Kam gjetur një faqe tjetër për të blerë nga ato Mystery Jewelry Jar dhe i kam shkruar në Instagram, por s'më ka kthyer përgjigje. Do t'i shkruaj në TikTok tani, sepse atje kam parë, mbase në TikTok kthen më shpejt përgjigje, sepse kishte gjëra, oh my goodness, domethënë do marr të vogla, nuk do rrezikoj të marr diçka shumë të madhe. Edhe do ta shohim tek vlogu i radhës. Unë jam e vdekur. Gjatë fundit erdhi dhe Pierre dhe Ergysi aty në shesh xhirim. Ua, çfarë bën me mami? Hajde. Bageta. Baguette. It is so big. Çfarë është kjo? It's so big. Bageta? Nuk çik mua. E kanë. Po këtë e ke ti, vetëm ti. Do ta hash me kos. Ja. Fundit ditës, make-upi që kisha bërë ishte baziku që më bëj për herë. Por, tani po e mbyllim këtë vlog. Ju kam shumë gjan, faleminderit. Hajde, prej. Faleminderit. Se ndihni mamin tim, ju kemi gjan. Gjeni skuskaj. Të dua shumë. Hajde puç. Baguette. Puç po. Për ty faleminderit. Ti je sjell kaq mirë sot. E shiva. Puçen time? Unë puç prap. Po e mbyll dhe do shihemi të mërkurën tjetër në orën e gjetët. 3 PM. Shifemi. Ciao.